problematik që vije të re tek të rinjt, të paktën edhe në ata që kanë pasur në klinik, vetë diagnostikimi. Caktimi me anë të atyre që thamë sipër informacioneve, informacioneve apo para në YouTube, informacioneve të papërpunuara. E kuptoj. Vendosin diagnozë, kem angst, depresion, stres, apo vendosin edhe diagnozë më të rënda, unë jam borderline, bipolare, të tjera si këto, të cilat në këtë moshë, të cilët janë adoleshentët, dhe vetë fokusi pastaj që unë kam këtë lloj problemi, fillon e ndryshon edhe sjelljen e tij dhe atribon vetes një problematik që ndoshta nuk e ka në të vërtet, po. Nuk e ka jo ndoshta, por vërtet nuk e ka, sepse është një specialist që dhe ka një protokoll të gjerë, i cili do të diagnostikoj këtë gjë. Okej. Pra, mendoj që vjen nga mosinformimi. Fatkeqësisht neve mosinformimi mirë, bëhet fjalë. Mosinformimi mirë dhe ajo se çfarë po marrim neve shumë shpejt si shoqëri, pra ato videot e shkurta, informacioni sa më shpejt. Për çdo lloj gjë nuk duam të kemi kohë tek një mjek të presim radha apo disa ditë takime apo seanca që të kuptojmë vërtet se çfarë jemi, por i duam se ato videot e Instagramit, TikTokut e tjera si këto i duam shumë të shkurtra. Për 15 sekonda duam përgjigje. Të mbaroj, po.